Mbajt sot nderuar teleshikues konferenca e ndërveprimit të drejtësisë me median. Aktualisht fjalën e ka kryeprokurori Olsian Çela, e ndjekim një pjesë të kësaj konference. Pjesëve virtuale të debatit publik që ka përcjellë lehtësisht kufit fizik. Intensiteti i ndërveprimit mes përdoruesve në këto platforma krijon dinamika të paparashikueshme që ndikojnë në jetën publike. Trendet e lëkundshme të perceptimit publik, si rrjedhoj e këtyre zhvillimeve, përcaktojnë shpesh kahun e politikave apo të vendimeve të rëndësishme. Në këtë kontekst, mendoj se duhet parë trajtuar edhe raporti i institucioneve të drejtësisë dhe me publikun dhe median si ndërmjetës të rëndësishëm në këtë komunikim. Nuk është e lehtë për institucionet tradicionale të përshtatshëm në kohë këtyre zhvillimeve transformuese shoqërore. Aq më tepër për organet e drejtësisë që teksa duhet kryejnë funksione të cilat kërkojnë shpesh një nivel të lartë diskrecioni, duhet gjithashtu të sigurojnë transparencën e nevojshme për publikun, thelbësisht kjo e rëndësishme në një shoqëri të demokracisë liberale. Gjetja e këtij ekuilibri komplikohet më tej nga nevoja për të qenë të besueshme për publikun. Fakt që lidhet pazgjidhshmërisht përveç të tjerash edhe me komunikimin publik të veprimtarisë së tyre. Sistemi jon i drejtësisë është ende duke kaluar një fazë komplekse transformimit strukturor me probleme të shumta në cilësinë e shërbimeve që ofron. Perceptimi publik arriti nivele negative rekord për gjatë 10-15 viteve të fundit dhe rikuperimi i besimit do të jetë i vështirë. Mbi ngarkesa do të ndikojë edhe për një periudhë të konsiderueshme cilësinë e performancës së organeve të drejtësisë, ndërkohë që pritshmëritë janë shumë të mëdha. Përmirësimi do të vi patjetër, por vështirë se do të ketë ritmin që kërkojnë sfidat me të cilat përballet vendi. Në këto rrethana, as pak të pavorshme, modernizimi i formave dhe strategjisë së komunikimit është kthyer në një domosdoshmëri. Në këtë aspekt, nga prokuroria e përgjithshme janë ndërmarrë masa konkrete që ndërsi kanë ndikuar në një qëndrim shumë të hapur institucional ndaj medias. Është krijuar një mekanizëm koordinimi vertikal për të rritur cilësinë e njoftimeve dhe shpërndarjes së tyre i kompozuar nga këshilltari i medias në prokurorinë e përgjithshme dhe prokurorët e medias në çdo prokurori. Vetëm gjatë vitit 2025 u shpërndarën rreth 220 njoftime nga të gjitha nivelet e prokurorisë. Kemi një faqe web shumë aktive, ku pasqyrojnë aktivitetet kryesore dhe komunikimet për media për çështje që vlerësohen me interes publik. Çdo prokurori ka gjithashtu hapësirën e vet me faqe ku pasqyrohen një pjesë e njoftimeve dhe aktiviteteve që kryen. Gjatë 2025-s, faqja u klikua 696.000 herë me një kohë mesatare mes 3 deri në 5 minuta të qëndrimit në faqe. Ndërkohë ka mbi 1700 postime në shqip dhe anglisht në rrjetin X që nga korriku i vitit 2022. Synimi ka qenë që publiku të drejtohemi përmes medias, por edhe drejt për drejt. Në muajin prill u miratua dhe strategjia e re e komunikimit publik, që do të konsolidojë dhe zhvillojë më tej marrëdhënien tonë me median dhe publikun e do të ndikojë në forcimin e besimit publik në institucionin tonë. Me gjithë këto zhvillime pozitive ka ende shumë sfida për t'u kapërcyer. Rritja e ndërgjegjësimit të prokurorëve për rëndësinë e komunikimit publik të punës së institucionit nuk do të jetë lehtë, për shkak edhe të një tradite të gjatë të një hezitimi relativ në komunikimin me media në emër të sekretit të hetimit. Pikërisht, aplikimi i standardeve që garantojnë sekretin e hetimit dhe mbrojtjen e të dhënave të jetës private nga njëra anë dhe transparencën e komunikimit publik nga ana tjetër, do të vijojë të jetë sfida madhore në një realitet ku përherë më shpesh perceptimet relativizojnë faktet. Çështja që shtrohet për zgjidhje sot më shumë se kurrë më parë është sa do të jemi ne në gjendje të ruajmë integritetin e funksionit të institucionit përballë tundimit dhe presionit për të qenë të pëlqyeshëm. Në një botë të re, ku përshtypjet krijohen me shpejtësi në hapësira virtuale, ku emocionet dominojnë arsyen dhe shpejtësia e reagimit ka shumë më tepër vlerë se forca dhe thellësia e analizës objektive. Çdo magjistrat, ashtu si dhe institucioni ku e shërben, duhet të jetë garant i standardeve kushtetuese dhe ligjore në përmbushjen e funksionit publik. Medias dhe publikut duhet të transmetohet një produkt i cili nuk synon të rrisë pikët e përqyeshmërisë, por që është sintezë e procesit të rregullt ligjor, si në mbrojtje të interesit publik, ashtu edhe të drejtave dhe lirive themelore të njerëzit. Magjistratët që do të diplomohen sot, ndërsa pas një dyshim do të sjellin një frymë moderne e cila do të ndikojë pozitivisht në sjelljen institucionale me media dhe publikun, nuk duhet harrojnë për asnjë çast se vendi i shërbehet vetëm përmes kryerjes së detyrës në përputhje me ligjin dhe kushtetutën.
Ndaj në mbyllje dua të uroj suksese në rrugën e saponisur dhe të shpreh besimin se kontributi tyre do të jetë përcaktues në ndërtimin e një drejtësie në nivelin e standardeve më të larta evropiane. Atëherë me mirëkuptimin e të gjithëve, ftoj anëtarët e panelit të parë të zënë vend në podium.